Ministria e Bujqësisë ka në dorë projektligjin për sigurimin e detyrueshëm në bujqësi. Grupi i punës në ministri po punon me detajet e fundit të draftit dhe projektligji do të jetë në konsultim publik brenda pak ditësh. Përballë çdo situate përmbytjesh, zjarresh apo ngricash, fermerët ankohen për prodhimin që ju ikën dëm. Në këtë situatë, prej vitesh bëhet diskutimi për sigurimin e detyrueshëm në bujqësi, që do të kompensonte fermerët kur përballen me probleme prej fenomenave natyrore. Shumë shpejt publiku do njihet me draftin e parë një ligj për sigurimet në bujqësi, i cili po përgatitet nga një grup pune në Ministrinë e Bujqësisë, i cili do të mundsojë një paketë sigurimesh që u përgjihet nevojave dhe kërkesave të fermerëve, bazuar në problematikat e evidentuara vitet e fundit, ku fenomenet caktuar natyror krijojnë dëme ndonjëherë edhe të konsiderueshme fermerët e gjithë kategorive. Sigurimi i fermerëve do të bëhet sipas modelit turk. Sipas këtij modeli, fermeri do të paguajë vetëm një pjesë të primit të sigurimit. Dhe ky ligj do të bëjë të mundur futjen e një skeme të re sigurimi në bujqësi, ku një pjesë e konsiderueshme e primit të sigurimit do mbulohet nga shteti. Sipas informacioneve nga Ministria e Bujqësisë, do të ketë disa lloje sigurimesh në bujqësi, në varësi të kulturave, ndërsa aktualisht po diskutohet edhe sa do të jetë pjesa që do të mbulojë shteti te primi i sigurimit, që mund të arrijë deri në 70% të shumës.